Po ashtu një platformë tjetër e cila është në fazën e dizajnimit, është një qendër e ekselencës në fushën e inteligjencës artificiale. Okej, kjo Me përmenda më herët se sa e rëndësishme e risi, domethënë, kjo do të jetë kjo është tek në fazën e dizajnimit, po e kemi shumë rëndësi se me inteligjencë artificiale. Do të jetë qendër? Po, është një qendër ekselencë. Për inteligjencë artificiale. E fokusuar, e përqendruar në inteligjencë artificiale. Çfarë do të jetë fokusi i kësaj, se jashtëzakonisht po besoj e interes për publikun me shpjegu pak? Po ideja është që sot aplikimet, domethënë të inteligjencës artificiale janë të pakufishme. Unë veç e përmenda pak më herët që na veç kemi filluar në disa prej projekteve që kam filluar rishtas me inkuadru edhe funksionalitetet të inteligjencës artificiale. Po problemet, domethënë të shtetit edhe të shoqënisë që munden mu adresu përmes inteligjencës artificiale janë të panumërta. Prandaj ideja është që ta krijojmë një ekosistem ku bëhen bashkë sektori publik, sektori privat, sektori akademik, edhe këto probleme i adresojmë dhe gjejmë zgjidhje përmes aplikimeve të inteligjencës artificiale.